أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me tubimet tona në këtë xhami për të përfituar nga ky libër i këtij autorit, i cili pas vete ka lënë një pasuri shumë të shtrenjtë të mësimeve dhe porosive të grumbulluara nga Kurani Fisnik dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi në shoqërim të librit Riyadus Salihin, libër të cilin e lanë trashëgimi Imam Nevaviu rahimahullahu taala, që t'i ndihmon besimtarët në të gjitha kohrat dhe vendet si një udhëzues dhe udhërrëfyes i tyre në udhëtimin që ata e bëjnë drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në hadithin 662 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i 4 në këtë kapitull dhe i fundit, ku Imam Nevaviu rahimahullahu ta'ala thot: Wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم. Iyad ibn Himari radiallahu anhu thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: banorët e xhennetit janë 3 lloje të njerëzve. I pari është pushtetari i drejtë dhe i suksesshëm. I dyti, njeriu me zemër të mëshirshme dhe me zemër të butë ndaj secilit antar të familjes dhe secilit musliman. Dhe i treti, njeriu i ndershëm, i cili megjithëse ka familje, edhe kujdeset si e fiton rrezikun, edhe nuk e zgjat dorën me lyp. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Na kemi dhënë disa mësime dhe porosi dhe sqarime në lidhje me këtë hadith, derisa në mësimin e kaluam filluam të flasim për kuptimin e imamit të drejtë, pushtetarit të drejtë. Dhe erdhëm deri tek porosia që Hasan Basriu rahimahullahu taala ja kishte dhënë Omer ibn Abdul Azizit radhiyallahu anhu. 2 njerëz të mëdhej, secili në pozitën e vet. Po 2 ditë të dytë e kanë pas një gajle. Gajle e tyre ka qenë si me fidu kënaqësinë e Allahut, dhe dyta si pushteti të cilin ja ka dhënë Allahu i madhëshëm Omer ibn Abdul Azizit, tjetë shkak që të përhapet e mira në atë vend dhe në atë kohë. Hasan Basriu rahimahullahu taala i shkruan letër Omer ibn Abdul Azizit dhe i thot: e lem ja amir al mu'minin, o i pari besimtarve, dije se en Allah ja'ala al-imam al-adila qawwama kulli ma'ilin. Dije se Allahu i madhëshëm pushtetarin e drejtë e ka bë me detyrë dhe obligim që ta drejton çdo njeri të shtrembruar. Po qëllimi i pushtetarit është të sjellë drejtësi në të gjitha segmentet e jetës së njerëzve, edhe të gjithë ata që kanë shtrembruar jetën e tyre. Çfarë do kuptimi? Pushtetari i drejtë musliman është ai i cili i ndihmon njerëzit t'i kthehen rrugës së drejtë dhe
zhvillojnë jetën e tyre në përputhje me udhëzimet e Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot wa qasda kull jairin. Dhe është synim të cilën e synojnë pushtetarin e drejtë të gjithë njerëzit të cilët në vendet e tyre bëjnë gabime edhe padrejtësi. Wa salaha kull fasidin. Pushtetari i drejtë është ai i cili ndihmon në rregullimin e çdo njeriu të prishur. Jeta shoqërore shkakton që njerëzit të mos jenë të gjithë në një nivel të mirësisë. Dikush më i mirë, e dikush më pak i mirë, dikush më i prishur, e dikush më i rregulluar, e pushtetari i drejtë është ai që ka gale se si njeri dhe e ndihmon dhe kontribon me sistemin e tij që njerëzit të gjithë jenë më mirë e më mirë. Pastaj do kuat e kulli dhaif. Pushtetari i drejtë është forcë për çdo njeri të dobët. Edhe në çdo shoqëri njerëzit nuk janë në një nivel. Dikush është më i fortë fizikisht, dikush është më i fortë ekonomikisht, dikush është më i fortë me dituri, dikush është më i fortë me lidhje dhe komunikim, e dikush është më i dobët. E pushtetari i drejtë është ai që e vendos veten në shërbim të atij që është i dobët. Wa nasafatu kulli madhlum. Edhe çdo ku që është bërë zullum në atë shtet, pushtetari i drejtë e ka për detyrë dhe obligim mja kthy hakin atij. Wa mafza'u kulli malhuf. Çdo kush që ka hallë, telashe dhe vështirësi, kthehet tek pushtetari i drejtë dhe lip ndihmën e tij. Wal imamu al-adilu kal qalbi bayna al-jawarihi. Imami i drejtë, pushtetari i drejtë është si zemra në mesin e organeve të trupit. Tasluhu al-jawarihu bi salahiha. Nëse zemra është e mirë, i gjithë trupi është i shëndetshëm. Ashtu edhe shteti. Nëse pushtetari është i mirë, i drejtë, atër i gjithë shteti është i mirë edhe është i drejtë. U tefsudu bi fesadihi. E nëse pushtetari prishet, atër edhe shteti ka me qenë i prishur. Wal imamu al-adil hua al-qaimu bejnë Allahi wa bejnë ibadihi. Imami drejt, pushtetari drejt është njeriu mes Allahut dhe njerëzve. Mes Allahut dhe njerëzve. Në çfarë kuptimin? Yasma kalam Allah wa yusammi'uhum. Pushtetari drejt musliman i merr porositë e Allahut, i ndëgjon fjalët e Allahut dhe u ndihmon njerëzve dhe va mundson njerëzve të ndëgjojnë fjalët e Allahut. Dhe thot pushtetari i drejt ja ka galen gjendjes fetare të shoqërisë ku ai qeveris dhe mundohen që të gjitha format ata ta marrin porosinë e Zotit dhe të jetojnë sipas kësaj porosie. Wa yanzuru ila Allahi wa yurihi. Ai e shikon Allahun dhe urdhnat e tij dhe janë ndihmon njerëzve edhe ata me pa madhinë e Allahut dhe urdhnat e tij dhe me jetu me ta. Wa yanqadu ila Allah wa yaquduhum ila Allah. Ai pushtetari dit i nënshtrohet kërkesave të Allahut dhe punon që edhe populli të jetë i nënshtruar karshi kërkesave të Allahut. Wal imamu al-adil kal abi al-hani ala waladihi. Pushtetari drejt është si baba i cili e don evladin e vet dhe kujdeset për te. Kujdeset se janë të vegjël dhe tyre. I mëson kur të rriten dhe mundohet me ulon trashëgimi pasuri pas vdekjes së tij. Pa kështu është porosia që Hasan Basriu rahimullahu taala ja dha Omer ibn Abdulazizit. Porosi me shumë komponente brenda vetes. Të gjitha problemet edhe të gjitha nevojat që i ka raporti i tij si pushtetar me popullin e tij ja ka përmend në formë të shkurtër, por nëse ndalet dhe analizon, nxjerr për tyre shumë porosi dhe mesazhe, nxjerr për tyre shumë udhëzime të rëndësishme në qeverisin e tij ndaj popullit në atë kohë. Para mendoni, në atë kohë edhe Hasan Basriu rahimahullahu taala ka qenë shumë i ditur dhe shumë i devotshëm. Edhe Omer ibn Abdulazizi radhiyallahu anhu ka qenë shumë i ditur edhe shumë i devotshëm. Po edhe populli në atë kohë ka qenë shumë më i dijshëm se sot edhe më i devotshëm. Megjithatë, ata janë mundu vazhdimisht me këshillu njëri tjetrin
që me qenë të vëmendshëm karshi Zotit dhe fesë të tij, pastaj ta shfrytëzojnë gjithë atë potencial që e kanë, diturinë, devotshmërinë, pushtetin, pasurinë, që ta shpërndajnë ata të njerëzit me drejtësi, edhe të edukohet populli në drejtësi. Paramendoni sot, kur mungojnë ulemat si Hasan Basriu, kur mungojnë pushtetarët si Omer ibn Abdulazizi, kur mungon populli si ai populli i devotshëm në atë kohë, sa kemi nevojë na sot me zgju vëmendjen tonë, me shtu nivelin e këshillave tona, me ngrit alarmin për gjendjen katastrofale në cilën jetojmë na, edhe për me qenë edhe autokritik, edhe kritik, edhe vigilent, edhe të vëmendshëm ka që asaj që ndodh. A nuk e shohim na se prej çmendurisë sa e sa parë harxojnë kot e kot për ndrimin e moteve, sa e sa njerëzi lëndohen për shkak të përdorimit të gabuar të mjeteve piroteknike, sa e sa njerëzi vriten e aksidentohen për shkak të momenteve në thojza festive që i bëjnë njerëzit gjatë këtyre momenteve të ndrimit të motëmoteve. Edhe nuk është veç një vjet, po çdo vjet ndodhin aksidente, çdo vjet ka të lëndum, çdo vjet ka të vdekur. Edhe njerëzit nuk mushen me mend. Edhe vazhdojnë përsëri me të njëjtën avast. Festojnë festa që s'janë të tyre. Festojnë festa që s'kan kuptim të festimit, edhe në mënyrë që shqetësojnë njerëzit, që i çrahatojnë njerëzit. Dalin gjërat nga binart e normales, edhe vazhdojnë fëmijët e tonë murit në atë frymë, pa ku një farë këshille, pa ku një farë kufizimi, pa ku një farë qortimi, se këto edhe nuk janë festat tona, po edhe dëmtimi i tjerëve nuk ban dhe nuk lejot. Na, edhe vitet e kalume patëm këshillu, e patëm fol, e patëm dhonë udhëzime, që fëmijët e tonë mos merren me këto veprime, e të shqetësojnë njerëzit në shtëpiat tyre, mirë po, fatkeqësisht çdo vjet fëmijët e ri vazhdojnë me qefet e tyre, me avazet e tyre, sepse këshillat tona, udhëzimet tona, qortimet tona nuk janë në nivel të problemit, po janë do thotë në formë sipërfaqësore, i themi na pa vëmendje, i themi pa seriozitet, edhe vazhdojnë të njëjtat probleme me u përsërit. Andaj kjo është një shembull shumë i vogël krahasim me shumë probleme që kemi na segmentet e arsimit, shumë probleme që kemi na zhvillimin e ekonomisë, shumë probleme që kemi na çështjen e infrastrukturës, urbanizmit, komunikacionit e kështu me radhë. Po këto probleme nuk zgjidhen nëse na heshtim, nëse na nuk kërkojmë përmirësim, nëse na nuk i ndihmojmë njerëzit që janë të sinqert edhe të vërtet nëse ka për ta bërë atë reformë edhe ato ndryshime. Sidoqoftë, ky shembull i komunikimit mes Hasan Basriut, rahimullahu taala, dhe Omer ibn Abdulazizit duhet me qenë shembull për hoxhallarët, të cilët duhet vazhdimisht me këshillu pushtetarët, edhe kur ju pëlqen atyre, edhe kur s'ju pëlqen, edhe kur ju vjen mirë, edhe kur s'ju vjen mirë, sepse qëllimi jon vazhdimisht duhet me qenë e para me fitu kënaqësinë e Allahut. E dyta, me ofru kushte minimale për një jetesë normale. Edhe mos me pranu këto rrethana edhe këto vende gjeografike që jetojmë na, me jetu me kushte suburbane, ose me kushte afrikane, megjithëse mundësitë për me pas një jetë normale dhe zhvillim normal janë shumë të favorshme. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vlera e mëshirës dhe dëmshurisë që duhet ta ketë muslimani ndaj familjes së vet, edhe ndaj muslimanëve në përgjithësi. Prej llojeve të njerëzve që janë banor të xhenetit, në këtë hadith u përmend wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslimin, dhe njeriu i mëshirshëm, zemërbut ndaj çdo familjari
dhe muslimani. Pra dhe kjo hadith tregon se muslimani duhet me qenë i mëshirshëm dhe zemërbut. Pra puna e emocioneve dhe ndjenjave duhet me qenë gjalla dhe të nalta tek muslimani. Nuk mundet muslimani me qenë indiferent ndaj brengave dhe gajleve që i kanë familjarët e tij edhe muslimant rreth e përqartë tij. Nuk mundet me leju ai me qenë i ftoft në ndjenjët edhe emocionet e veta ndaj tjerëve. Muslimani i vërtet ja ka gajle vllavit vetë si vetvetes. Zotën nuk mundet me qenë besimtar i vërtet nëse nuk ja don vllaut të vet atë që ja don vetvetes. Ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu subhanahu wa taala tregon se besimtarët e vërtet vazhdimisht kanë mëshirë ndaj të tjerëve, kanë kujdes ndaj tjerëve edhe dhe mshuri. Tha Allahu dhu xhelal i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wakhfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin, trego për uljen tënde, modestin tënde ndaj atyre besimtarëve që ndjekin ty. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i pari besimtarëve, pejgamberi vula e pejgamberëve, më i miri i njerëzimit, prej tij Allahu i madhëshëm kërkoi që me qenë i butë edhe i afërt edhe modest me besimtarët. Gjithashtu, kur e përshkruajti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, tha Muhammedun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffar ruhamahu bainahum. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. E ata që janë me te, janë të ashpër ndaj armiqve dhe janë të mëshirshëm ndaj besimtarëve. Andaj mëshira ndaj besimtarëve është detyrë dhe obligim që muslimani duhet me tregu vazhdimisht në jetën e tij. Dhe për këtë shkak Allahu i Madhëshëm i urdhëroi besimtarët që ta këshillojnë njëri tjetrin të jenë të mëshirshëm ndaj tjerëve. Shifni vllazni, jeta materiale, galet e dynjas, krizat ekonomike, shpesh herë bëhen shkak që njerëzit bëhen egoista, bëhen vetjak, bëhen narcizoid, që ta vlerësojnë vetëm veten e vet, e tjerët t'i ofendojnë, e t'i nënçmojnë, e t'i përbuzin, e t'i ignorojnë, e të mos kujdesen për ta. Mirë po Allah i Madhëshëm vazhdimisht në Kur'an na bën tërbije që të kujdesemi për tjerët. Nuk jetohet jeta vet, nuk ka shije jeta nëse ti jeton vet, si egoist, si vetjak, pa ja pas gajle kërkujt, pa e ndihmu kërkan, pa i dhon për krahën tonë kërkujt. Shifne që thot Allahu dhu xhelal, thumma kana min alladhina amanu, pastaj besimtarët wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhama, e këshillojnë vetë njëri tjetrin në durim dhe e këshillojnë njëri tjetrin në mëshirë. Andaj ne duhet vazhdimisht me i fol njëri tjetrit. Ej, mos e haro kujshin. Ej, mos e haro filonin farefisin tan. Ej, mos e haro filonin që ka nevojë, që është i ngratë. Ndihmoni, përkrahni, jepni, kini gajle, folni, interesoni, sepse kjo e man shoqërinë afër njëri tjetrit. E man shoqërinë të lidh mes vete. E man shoqërinë të afërt me Zotin. Dhe këtë kjo pastaj i sjell atij mirësi, bereqet, harmoni, dashni, respekt. Edhe alhamdulillah këtë këto raporte që janë sot mes neve janë fal të kësaj mëshire dhe këtij kujdesit që hala e kanë muslimanët e këtij vendit njëri ndaj tjetrit. Nëse na lejoj mu largu këto ndjenja, këto emocione, kjo tërbije, këto vlera morale që na i ka mbjell neve Islami, Kur'ani dhe Suneti, e të fillojmë secili ta ketë galën e vet. E bile ti pengon kur dikush kërkon ndihmë prej tij, i të nënçmon ata që kanë nevojë e lipin, atëherë ta dish se Allahu ka me largue prej nesh mëshirën, rahatin, komoditetin, mirëqenjen, mirëkuptimin, dashnin, respektin për njëri tjetrit. Ka me ndodhë ashtu siç ka ndodhur Perëndim. Ku secili jeton për veten e vet. Madje edhe burri dhe gruaja nuk i përzin hesapet e veta. Secili jeton me rrogën e vet. Secili jeton me partë e veta. Edhe baba dhe fëmia,
secili me buxhetin e vet, askush për askën nuk kujdeset. Askush për askën nuk brengoset. E kjo tregon domosdoshmë një egoizëm ekstrem të prum, ku humbet mëshira, humbet kujdesi, humbet ndihmesa, normalisht pastaj humbet edhe bereqeti edhe ndihma e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregonte kujdesin e tij ndaj njerëzve në të gjitha format. Madje edhe në xhami, edhe në ibadet, nuk ishte egoist, të falet mirë e gjatë veç për vete. Ai ishte imami i besimtarëve, ishte imami i njerëzve të takva. Edhe kur ikën në xhami, do ke me zgjat namazin për mu kënaq për vete. Para mendoni, në ibadet ku ti kënaqesh shpirtnisht, edhe aty nuk i drejt me kon vetjake edhe egoist. Po çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu fi salati uridu an utawwila fiha, hy namaz me niyet mu fal gjatë, mu kënaq në ibadet, fa asma'u buka'a sabiyyin, e dëgjoj një fëmijë duke kajt për mas, fa tajawwazu fi salati karahiyata an ashqa ala ummihi, e pastaj e shkurtoj namazin pse nuk du m'ia rëndu gjendjen nanës së kësaj fëmije. Shifne, namaz, ibadet, hen mu fal, mu kënaq, e një fëmijë tu ka në xhami, e shkurton namazin. Pse? Se e nana e vet, menja i shkon te fëmija i vet. Edhe bëhet problem për atë nanë. Menjen a me pas namaz, a me pas te fëmija i vet, e thot unë e fali namazin ma shkurt, që t'ja lehtësoj kësaj nane kujdesin për fëmijën e vet. Shifne, çfarë kujdesi? Na sot, subhanallah, jo në ibadet, na s'kemi kujdes të e pa njerin afër teje. Vazhdimisht ka vështirësi, ka telashe, ka probleme, njëherë nuk nalesh me thonë, çka i ki hallet? A muj me të nimu me diçka? Çka muj me të nimu në ty? Jo, ka përcen, qiti punë të tuja, punë e madhe ai se ka telashe, ka vështirësi, egoizmi, o vllazni, vetjaksia, nuk të qënë selamet, nuk të bënë më të pasur, nuk bënë më të mirë, veç ndihma njëri tjetrit, kujdesi me njëri tjetrin bën të madh, edhe te Allahu, po edhe te njerëzit. Bamirësia, mëshira, kujdesi i bën njerëzit vazhdimisht të mëdhej. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se të e mëshiruna njëri tjetrin e fitojmë mëshirën në Allahut të xhelal. E kjo është shumë madhështore. Pak jep, shumë merr. Tregon mëshirë ndaj njeriu me aq sa ki kapacitet të mëshirës, e merr mëshirën nga Allahu që është i gjithëmëshirshëm. Sa merr pi Allahut? Merr sa jep Allahu. Allahu jep pa kufi. E ti sa mund është me dhonë? Mundësia me dhonë e jotja është e kufizume. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Er-rahimuna yarhamuhumur rahman", të mëshirshmit i mëshiron i gjithëmëshirshmi. Irhamu men fil ardhi, yarhamukum men fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, që t'ju mëshiroje ai që është në qiell, Allahu subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte model i njeriu të mëshirshëm. Ishte më i mëshirshmi i të mëshirshmive dhe ishte njeri që kishte gale dhe breng për njerëzit që i kishte përreth, edhe për muslimanat, edhe për jo muslimanat. Andaj Allahu xhela tha, "Fabima rahmetin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlika." Me mëshirën e Allahut, që Allahu ta ka mush atë zemër ty me mëshirën e tij, ti je i butë me njerëzit. Ti sillesh butë me njerëzit. Edhe kështu duhet me qenë, për ndryshe nëse ti je i vrash edhe i ashpër, largohen njerëzit përreth teje. Andaj ishte urdhën nga Allahu xhelal dhe dëshmi se ky njeri, të cilit Allahu ja ka mush zemrën me mëshirën e tij, sillet butë me njerëzit që ka përreth, edhe kështu duhet me qenë vepra e muslimanit, për ndryshe largohen njerëzit nga ai. Thot Sheikh Abdulrahman As-Saadi rahimahullahu taala, do thot me mëshirën e Allahut që ta ka dhënë ty dhe shokëve të tu, ti je i butë me ta dhe mundohesh me pas gajla atyre dhe me usjell me një sjellje që të përket ty, që është e përshtatshme për ty, e njerëzit janë ndedh rreth teje, dojnë ty dhe e ndëgjojnë porosin dhe urdhin tanë. Përndryshe,
nëse i ashpër edhe i vrasht. Nëse zemrën tënde e ki të ashpër dhe fjalët e tua i ki të vrashtën dhe tjerëve, atëherë do të largohen njerëzit përreth teje dhe askush nuk ka më u afru te ti. Andaj, nëse ti je i thjesht edhe ki sjellje të mirë me njerëzit, afro njerëzit te ti. Po nëse ki pushtet, edhe më parë duhet njeriu më mundu me tregu sjellje të mirë. Jo pse kam pushtet me kon arrogant, jo pse kam pushtet me tregon i vrasht, jo pse kam pushtet me shpërfill njerëzit. Edhe mos më aqel telefonin, mos më dhon mundësi me dhon ankesat e tyre, me qajt hallin e tyre. Mos më pas gale probleme që kanë ata. I thjesht kur je duhesh me pas gale të tjerëve. Kur ke pushtet duhesh me qenë edhe më i madh në këto aspekte, edhe më afër njerëzve. Normalisht njerëzit kanë nërë keq përdorin kohën, e keq përdorin situatën, por përdor mekanizma që mja dhonë se cilit mundësin për me tregu hallin e vetë, mja dhonë se cilit mundësin me ndimu, edhe normalisht me evitu ata që dojnë me keq përdor një situatë të tillë. Si të qoftë, besimtarët e kanë detyrë dhe obligim të ndjekin shembullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çdo gjë, e sidomos në vlerat morale, në të cilat ishte i veçantë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe në sjelljen ndaj njerëzve, në butësinë e tij, në mëshirën e tij, në afrimin e njerëzve dhe normalisht në kujdesin për ta. S'ka dyshim se mëshira është një virtyt i lartë moral islam, i cili e lufton ashpërsinë dhe poshtërsinë. Njeriu që është i mëshirshëm nuk mund të qenë i ashpër e as i poshtën dhe tjerëve. Dhe normalisht njeriu bëhet i tillë që nga momenti kur ai e mbush veten e vet, shpirtin e vet me kësi lloj vlerash morale. Përndryshe, nëse se ka gale për veten e tij, ai s'ka mundësi me reflektu mëshirë ndaj tjerëve. Edhe përmirësimi, ndryshimi fillon nga vetja e tij, ai duhet mundohet që ta mbush veten e vet me mëshirë, edhe me kujdes ndaj tjerëve, pastaj momentet caktuame të tregon mëshirën e vet edhe kujdesin ndaj tjerëve. Allah i madhëshëm të gjithë neve na jep mirësi të vazhdueshme. Disa prej tyre i shohim e i kuptojmë, e disa prej tyre nuk i shohim, nuk i kuptojmë. E na kur të fillojmë të jemi të vetëdijshëm e të vëmendshëm për të mirësi që Allahu na jep vazhdimisht, atëherë do fillojmë na më mundu që ato të mira që na ka dhënë Allahu neve, mi nda edhe me tjerët, mu kujdes edhe ndaj tjerëve, e pastaj kështu Allahu na i shton ato të mira edhe na i shton pastaj edhe shpërblimin për to. Normalisht ka edhe disa mësime dhe porosi, sidomos te pjesa e ndershmërisë në fitimin e halalit dhe mos zgjatin e dorës për të lyp, edhe pse ki grua dhe fëmijë, e ki nevojë për me, do thot, u ndihmu, po ti nga ndershmëria jote e ruan do të halalin edhe e ruan fytyrën tone, është temë për të cilën do flasim në dersën e ardhshëm inshallah taala, duke lutur Allahun të na jep të dobishme dhe vepra të mira, të jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhërisht na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetul firdaus. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.